Televotimi I kësaj jave në Big Brother VIP Albania ka vënë përballë dy banorë që kanë qenë ndër më të komentuarit gjatë ditëve të fundit brenda shtëpisë. Përballja mes Brikenës dhe Gimbus ka ngjallur diskutime të shumta si mes banorëve ashtu edhe tek publiku që ndjek çdo zhvillim të këtij edicioni. Gjatë gjithë javës, fansat e spektaklit kanë qenë shumë aktiv në rrjetet sociale duke ndarë mendimet e tyre, duke komentuar situatat e fundit në shtëpi dhe duke marrë pjesë në sondazhe të ndryshme online që përpiqen të parashikojnë rezultatin e televotimit. Sipas shumë sondazheve që qarkullojnë në internet, por edhe diskutimeve të shumta në rrjetet sociale, duket se Brikena është banorja që rrezikon më shumë të largohet nga gara këtë javë. Një pjesë e madhe e ndjekësve kanë shprehur mendimin se votat e publikut mund të jenë në favor të Gimbos, duke e vendosur kështu Brikenën në një pozitë më të vështirë për të vazhduar rrugtimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Madje sipas disa zërave që qarkullojnë jo zyrtarisht, edhe pranë produksionit Brikena mund të jetë banorja më e votuar për t'u larguar në këtë televotim. Megjithatë, këto mbeten vetëm parashikime dhe spekulime që qarkullojnë para spektaklit. Për këtë arsye, shumë ndjekës presin që Brikena të jetë ajo që do të lërë shtëpinë, edhe pse rezultati përfundimtar do të konfirmohet vetëm gjatë spektaklit. Publiku tashmë mbetet në pritje për të parë nëse këto parashikime do të përputhen me vendimin zyrtar që do të shpallet në prajmin e mbrëmjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.